Veç sipas ndajes çështjeve të paktën në perspektivën ta. Regjistri i parë është regjistër që nuk i takon as LDK-s, as VV-s, po i takon prokurorisë, për çfarë sa na i besojmë asaj, që përbën shkelje ligjore. Pra që u ekspozu në grupet e WhatsApp-it e Viberit, dhe që votat e diasporës, domethënë ka pas aty sipas ty në një lloj orkestrimi, po edhe sipas një logjike, jo pse e tha Dejona Mihajli që e paraqiti aty që e paraqiti, po për një men, vështirë është tim ja mush menën dikujt që një qytetar i diasporës nga Skënderaj pret një muaj, 2 muaj për me votu Alban Zokaj. Le ta themi këtë logjik që përbën shkelje dhe një lloj koncentrimi dhe ata përgjigjen për kur gjenden faktet nëse gjenden. Ama, qëto më na thonë ja lojmë prokurorisë ku na i shohim. A le të jemi edhe ne son për shkak nëse dikush e ka votuar i diasporës. Po ndojmë shembull Ardian Golën në Skënderaj. Leo, edhe nështë edhe mund të jetojmë të gjithë, vitet unë po thomë që dyshimet kanë bazë. Për qëtë aspekt. Për aspektin tjetër, se ka këtu një montim të videos për... Na kena po Dibran, na kena po aktivistat e VV-s. O, VV-ja ka perfekcionu edhe ato. Jo të perfekcionu. Na kena po të mushëm dhoma me vota, edhe kërkush s'ka kërku e te, ti ka thu për dikën që asnjë fakt, për këtë ka thonë me BZAP, me Supreme thotë që këtu s'ka kur gjë, na im ka thonë që le të tonë votat e LDK-s. Kush ka thënë dyshime? E ka thënë njerëz në grupit WhatsApp-it vetë. Për votat e tyre. Për votat e LDK-s, hetëni votat e LDK-s, njerës janë antartë kryesisë e LDK-s. Ata në të thonë mrana, na me kofa me ujë për jashtë së një ashimim zjamin e shpis të Jo bre, kemi bëmë marrë dhe të veqitur dhe për skimën dhe për diasporën. Qërë 40.000 registrimeve, po paraqitet ku e diti. Bravo e qovët të ndosës që ka arrit veret e veta me zhvendos edhe sulmet më bote LDK-ja. Edhe vendosja, unë besë që veç e ka punë në një masë sofistikume. Për shembull të regjistrimet. Martin Berisha regjistrimet kur ja kanë anuluar ato. Ja kanë anuluar prokuroria ka anuluar. Është 40.000 regjistrime. A e din ç'është funksionon regjistrimet? Mu më kanë shkruar Martin Berisha, i ka marrë të kia. Me çuna votues të vetë vendosjes. E di. Sepse kanë pas ata lëdim, se di kam gjetën mu. Edhe prej diasporës ka thonë kam orientu për me votu. Vetë vendosjen, ma kanë cek, ma kanë specifiku. I kum drejtu te Arlind Manxhuka. Ai mundet me faktu. S'po flasim tashmo, po qatë kohë kur kemi folë mundet me faktu. Qysh funksionan? Mirë me thonë. Qysh funksionan? Pse s'është mirë? Me thonë që baton qysh funksionan. Dikush deklarohet me vullnetin e tij ose të saj që du me votu për diasporës këtë parti, këta formojnë zyre për me regjistru ata. Domethënë nuk po shohun ai sa këto ku me di çka tepër tragjike, kur dikush deklarohet se ai vullnet ka për me votu. Edhe thotë, a pos të organizu aeroplano me pru, apo më orienton se du me votu, nuk din procedura, edhe këta kryon zyra. VV-ja, që sa e sa, ka kryu zyra, ose në mënyrën që ka kryu LDK-ja, duhet me tregu, se këtë nuk po më duket mu, tragjike. Kur ti e ki... me qëto aspekte teknike. Ku e ki një regjistër? Jo se këto... Mas jenë certifiku këto po nisin me përbësi me thonë... Dibrani e ka volë për borë par vjetëshit. Tash, WhatsApp-i edhe Viberi edhe gjithë këto, ata i qitën në sipërfaqe, që po thot i liri, këtu, në dëmja pranu që ka drejt, me hite WhatsApp-i i vetë vendosjes, aty folin shtetarët tonë, kur me unalë, rrima ku mës me unalë. Nuk folin për do votat, cila do që përbën shkelje ligjore në masën sa përbën, duhet me marë vendimin që duhet. Po pse këta nuk e kanë parimore, tash kalim të çështja politike. Sepse, e përmene ti Leo, që besoj e ki informat që këto diskutime në Viber, në WhatsApp, në rrjetet sociale, kanë ekzistu para se me umbajt vledhja kryesisë apo, dhe ky grupi të pakënaqurve, edhe kur është vendos për numra rendor, se numri rendor 13 i Abdullah Hotit nuk u vendos një ditë para zgjedhjeve, u vendos në kryesi dhe ata kanë votu. Pse nuk tha Abdullah Hoti nuk pajtohem me numër rendor, hajde t'ja bëjmë diçka tjetër, po kur doli çysh, domethënë nuk e ka prit një rezultat tjetër, nuk i doli ashtu, tash u përbëj, kjo përbëj
çështje. Unë menoj që presioni nga grupi Abdullah Hoxhit, Dritan Selmanaj, Arben Gashi dhe kushdo tjetër është për me zhbetonizu pozicionin e Abdigjikut për me najt në opozitë. Se po të dhe ç'është zhbetonizohet, duke shtu presionin se ti Leo thu, unë e kam që të gotë që kaq të mbushme me ujë, kësaj gote i shtohet edhe pak mlef edhe presion, edhe kjo peshon maron në një situatë tjetër, prandaj nuk është parimore. Se kishë qenë parimore këta kishin ngrit në momentin që kanë ndodhur, jo kur nuk kanë pozicion mo, edhe munohen me rëndu peshën e një situate, duke shtu presionin për me hi me shumë gjas, unë besoj me PDK-n, kur tani kalkulimet e pazaret bohen, hin Abdullahu, hin Arbeni në qeveri, qohen dë vena, nështë e qohet vena i Dritan Selmanajt, me hi si deputet, rahatohen pozitat edhe qetësohen gjakrat. Pra ndaj, pozicioni është presion, do më thonë, kjo, që ka pëthoj këta, është presion puro i këti grupacioni për me zhbetonizu atë që ka thonë Zoti Abdigjiku, edhe që kjo po më duket i çuditshme, nuk kam kur fan interesi me mbrojt. Ama me thonë, një opozitar, me dalë një politikan, Kosovë, me thonë, unë e pranoj rezultatin e qytetarëve, po do me najtë në opozit, edhe tash me u po standard, me ju gjunë qafë, pse do me najtë në opozit, e mbritëm edhe që ti. Për shpithot më kërkur pëse për opozit. Këta me në partis nuk më kërkur. Gjyqatën e PDK-s menojnë që presioni është që të najtë në opozit. Këti qëndrimi. Pra që LDK-ja nuk po dëshiron me u përfshin këto, edhe akuzën postimin e ti, Lëmir Abdigjiku ka akuzun fakt vëvën dhe duket që qartësisht bën me gisht ka qëto komunikime kërkush nuk përmen pushteta diçka, ata ankohen se të li për votat vetën. Vesh me marrë një flamur, Ani thuj, unë po besoj e partive politike kundër LDK-s. Unë po ti po beson që sipas një logjike sipas një logjike, cilat logjike, ku çfarë shkruaj me çato? Sipas logjikës tonë. Ti po na leja pushtetit. Çeler, atë jo, apati. Që sipas logjikës së tij përmendë. Ti thash, shkëmbona i kur u rahatu në opozitë, nuk e kanë ngrit më këtë çështje. Prandaj, Abdullah Hoxhi dhe Arben Gashi dhe Dritan Selmanaj kur rahatohen në opozitë nuk e ngrisin më këtë çështje. Për çdo është parimore. Apati aty diçka në kërkesë për me ufut. Aty pa kërkesa për shkema kriminale të motiveve. Pse se kanë ngritur në momentin që kjo është desh me kanë shqetësim për LDK-n, çysh ka me funksionu kjo parti me këto përqarje brenda. Me këto se ti nuk mundesh me gjithat, nuk mundesh me injoru Abdullah Hoxhin edhe grupin e Arben Gashit e këta. Çysh ka me funksionu? Nuk mundesh me injoru totalisht për shkak se numrit votave që i kanë marrë. Bazën, terenin që e kanë. Nuk mund është këtë me qitë poshtë, me hedhë poshtë. E ta është një parti e cila ende jeton në atë imazhin e një partije shumë të madhe historike, që ka qenë, 20 deputati ka. Edhe qysh ka me funksionu në tarë. 172.000 vote ka marrë. Me gjithat, që e përmenë shpesh edhe Valoni, këtu po e citoj Valonin, që 20 vjetë s'kam fitu zgjedhje. Nuk ka pak, 2 dekada mos me fitu zgjedhje Leo. Qysh mundesh me thonë vetës, vetëvendosja është e melun 2005-ën. Kur LDK-ja i ka pas 15 vjet, a 16 eksistencë. 2006-ën, mas 5 vjetë, vetëvendosja mas 5 vjetë ka hinë kuvend, me 12 deputet, 2010-ën ka hinë kuvend. Po prandaj nuk duhet me një kursin e vjetër edhe mu ba paderit se partive tjera dhe me përfundu gjithë të treta. Prandaj le ta keni një lider që rënë opozit, ka vendos me rënë opozit, me mbrojt pozicionin e vetë dhe partin. Lë t'i binë dërallë të veta mrena që i Po s'ka 3-4 veta që për një zonë. Ke strukturën e pa është problem